E tretë, arsyeja pse të konftu, e nisa me fol për ty se e di që e priton mas shumë ti me fol për vetëm, por ti ke ardhur realisht me fol për të gjitha eventet që shënojnë nëntorin Gjakov. Eventi por është koncerti Ermonela Jaos, mirë po na e lam që të kyqemi me Ermal Hasimin, i cili është personi fajtori. Për personi përzet se cili e ka siguru komplet këtë natë, me qenë se për neve nuk e di, pak vështirë shkon me realizu një diçka tillë pa pas një person si Ermali. Me qenë se e para punës Ermonela është shumë angazhume, është një artiste shumë e kërkume, mos harrojmë që kemi të bëjmë një artiste që është pjesë, do më thone, e labelit Warner Classics, paralel me Warner Bros. Vishë ta di me konjena të fulla. Edhe plus që i ka datat e rezervume ka 1 vjet, 2 vjet ma herët. Për para. Po. Plus që ka është ma e veçantë është që programi që prezentohet në Gjakov është program cilin nuk e ka po kërkush halo asnjëherë. Deshta me thonë para se me lidhër malin, se mundemi meqem, mja nëzirë ndë një fjallë të shfaqës që do t'jetë Gjakov, ali pëse është kategorik mos me zbulu asgjë. Se si nisi gjithë ky muhabet, rreth Ermonelës edhe çfarë do të ketë ma konkretisht me datën 15 nëntor në Gjakov nga Ermonela, në flet Ermal Hasimja, mirë se na erdhe prof. Mirëmëngjes, kolegë. Po flisni me Petritin për si u bë, edhe si u fillu i gjithë muhabeti që Ermonela me qenë Gjakov, me qenë se është mikja jote e familjes. Ka qenë një plan korruptimin, thonjë, da? Shumë nga ana jonë. Unë kam pas diskutu me Ermonelën për disa vitesh, edhe me burrin e vetë, në fakt, Ervinit. Kemi pas diskutu për disa vitesh me organizu një koncert me veçantë, me një temi skenar të veçantë, ndryshe nga koncertet e tjera, se zakonisht koncertet recitalet i lloj janë renditje e disa arjeve të famshme, të njohura. Por kësaj radhe deshëm që të bëjmë diçka të veçantë. Në fakt, kemi mendu për vendin, kemi diskutu disa vende, por që prej një viti propozimi im ka qenë që me këtë koncert me bën Gjakov, kështu që në kuadër të këtij korrupsionit vogël, unë ftova Ermonelën në Gjakov në Korrik, dhe s'pata nevojë shumë më u lodh, sepse kur erdhi në Gjakov ran dashni me Gjakovën. Ran dashni me Gjakovën, me Gjakovarët, ka pas një emocion të jashtëzakonshëm kur erdhi atje, u taku me artistë të rinj, madje diçka që nuk e bën zakonisht, sepse ajo kërkon një perfeksioniste që gjërat janë rregull, gjitha kushtet e duhura, por nga kërkesat e publikut që ishte aty, u detyru dhe këndoi edhe një arje, O mio babino caro të Puccinit nga Xhanit Kiki, dhe kur ka ik nga Gjakova, u kthy jashtëzakonisht e frymëzuar. Dhe kjo ka qenë... Dhe ti shfrytëzove bash atë moment për me e kthy në Gjakov, bravo. Është kollaj me ranë dashni me Gjakovën. Shumë kollaj, nuk ka pas shumë nevojë për bindje. Unë i propozova një skenar para prak. Që skenari flet për? Skenari nuk ja u tregoj. E bona si pyetje normal. Dhe me ke zakonshme. Normal që t'u tregoj. Pak disa detaje, ose një detaj. Jo, mund t'ju them vetëm këtë që tash nuk kam qenë një shfaqje ku Ermonela del edhe thjesht këndon disa arje njëra mas tjetrës. Për shembull, ka pas shfaqje në Tiranë, dhe ajo ishte diçka e tillë, që del këngëtarja, solistja kryesore dhe këndon disa arje njëra mas tjetrës. Kurse në Gjakov është krejt tjetër gjë. Ne kemi menduar që shfaqja tjetë e lidhme me shqiptarët, meqense gjithçka që zhvillon edhe Fondacioni për Gjakovën është 100% me fokus tek shqiptarët, tek ajo që është autentike shqiptare. Kështu që kemi dashur që të lidhim pak atë, le të themi, gjuhën universale të muzikës përmes autorëve si Puccini, Verdi, Bellini, me atë çfarë është autentike shqiptare. Kemi bërë një lloj pyetje vetes, a është e mundur me i përkthy dramat, tragjeditë shqiptare
në një gjuhë universale të muzikës me këta autor. Nuk ka me qenë as pak një shfaqje e zakonshme, absolutisht as pak një shfaqje e zakonshme. Domethënë ata që do vinë aty do ta ndjejnë qartësisht këtë gjë dhe pavarësisht ta kanë apo s'kan, le të themi, formim në muzikën lirike nga opera, besoj që do të kënaqen jashtëzakonisht shumë. Dhe jo vetëm do të kënaqen, do të kenë një përvojë shpirtërore të jashtëzakonshme. Duhet me pas parasysh diçka që ta kesh Ermonela Jahon, soprano më e famshme sot në botë, jo nga shqiptarët, po nga të gjithë. The most acclaimed soprano in the world, thot revista Economist. Për ta pas këtë në Gjakov, duhet me llogarit që asaj është dashur me lënë shfaqje të tjera të rëndësishme. Mendoj Madrida, Parisa, në Londër e tjerë. Dhe përveç kësaj e ka marrë me vete. Ajo vjen papages në Gjakov, do vjen me dëshirën e mirë për të kontribuar për qytetin dhe ka marrë me vete gjithashtu edhe orkestrën e teatrit dhe të operës baletit Tiranës, që është një orkestër e jashtëzakonshme, të cilët gjithashtu janë mbi 50 veta që do të vinë për ta shoqëruar në Tiranë, edhe ata vullnetarisht, pra papages. Është, le të themi që të shtunën me datën 15 nëntor, në orën 8 darkës, Gjakova do të jetë në të njëjtin nivel kulturor me Madridin, Parisin, Londrën, me cilën do skenë të madhe europiane. Dhe duhet për ta ndjek këtë, për ta kuptuar këtë, duhet me pas parasysh që do të ketë në atë sallë, përveç atyre që janë ftuar dhe atyre që janë publik që kanë bler biletat, do ketë edhe fansta të Ermonelës që vinë dikush nga Australia, dikush nga New Yorku, dikush nga Parisi. Domthonjë, kjo e vendos saktësisht Gjakovën në të njëjtin nivel për atë natë, për atë mbrëmje, në të njëjtin nivel me skenat më të mëdha botërore. Dhe është një privilegj i jashtëzakonshëm për qytetin, edhe për Kosovën përgjithësi, po sidomos për Gjakovën, meqense dëshira e saj ka qenë që këtë lloj shfaqje kaq të veçantë ta japi pikërisht në Gjakov. Fillimisht flasim me sa mysafir do të vish ti? 2 autobusa dhe 4 makina, se një autobus është vetëm për orkestrën e Teatrit të Operës dhe Baletit. Ne kemi pasur gjithkohës bashkëpunimin dhe mirëkuptimin dhe gatishmëri maksimale nga drejtori i Teatrit të Operës, Aulon Naçi. Dhe përveç kësaj janë disa, nuk janë gjithë me një autobus, po janë me 10 makina që vinë, sepse nga Tirana do të vinë, është një numër i madh i njerëzve të mediave, njerëzve të artit dhe kulturës, dhe thash, Gjakova ditë do të jetë njëti nivel me skenat botërore, kështu që interesi nga artdashësit nga Tirana është jashtëzakonisht i madh. Faleminderit për pjesën e Ermonelës Ermal. Kur do të vish në Kosovë? Kur zhvendosesh se ne do të jetojmë Gjakov gjatë gjithë nëntorit, po cila data jote? Pas nesër, praktikisht në nëntorën i bie që kam me nejt 40% kohës në Gjakov dhe pjesën tjetër në Tiranë. Sa e bukur do të jetë, mezi po e pres qarshia vjetër, panajiri, afterat. S'do të ketë fund as një natë, edhe menzi po e pres. I jashtëzakonshëm me gjithë këtë dashni që e ka për qytetin. Jo, për ne është program i qyre pak jenë me të vërtet po entuziazmura vish kur e nisha që të tregu se biletat për shembull për koncertet e Ermonelës të cilat tazom vitin e ardhshëm 2026 në di që i ka vish 3 prezantime në Shtatopera, në operën në sallën e njën për sallave më të njohur në atë operës në botë në Vjenë. Tash në qatë që po thotë që paralelisht ka më ardhë dhe ka më shëndru Gjakovën njënën për qendrave kryesore të botës saj përket do më thonë muzikës klasike për me është diçka e jashtëzakonshme. Ti je prej njerëzve kryesor që propozon ose përgatit skemen e ditëve të shqiptarit dhe ditëve të nëntorit. A do t'jetë kjo më e mirë? Që me edicionin e parë kena vendosur një standard shumë të lartë drejt. Që është? Kriteret e para punës, kur po flas për standardet, po flas për artistët pjesëmarrës, ansamblet pjesëmarrëse në ditët e nëntorit. Ndallim prej ditëve të shqiptarit e ka një karakter pak më serioz, më të orientuar ka muzika klasike edhe muzika popullore, mirë po prezantuar në ansamble në formate pak më serioze. Na kemi filluar vjet me Gocën e Kaçanikut,
me njëherë, cila ka qenë gjithashtu një natë jashtëzakonisht e rëndësishme, edhe kur e fillon me diçka tillë, mas ne e pasën me Sazison, edhe e pasën me ansamblin e vallëve këngëve popullore të Shqipërisë, atëherë na dhe këtë senë kena diskutuar edhe në Gjakov, kur kemi marrë takimet që e kena hongër tash gjithë standardi, këtë standard na duhet me vazhdu me majtë, bile mundësisht me qu dhe manat, dhe jam rrim e para punës duke ju falenderu punës Ermalit, me qenë se me Ermanelën e merr definitivisht një e krijon një standard. Tu e kena foljerën e kalume, është vetëm një fajtor që thirret Arbnor dhe që ka ditë mirë kënë e thirë dhe kënë e ofron të fondacion. E ka ditë mirë, matematikën e ka të jashtëzakonshme. Paralelisht tash si vjet, do më thonë, vjet e patëm një bashkëpunim shumë bukur me Ditpulën, për krejt ata të cilët nuk e din kush është Editi është me profesion piktore, mirë po është një entuziaste e muzikës, ajo e ka dhe një mrekulli është. Po, e ka dhe e organizon edhe një festival të, nëse muna me thomë, të world music, muzikës botnore në Shqipni, paka shumë qatë karakter e ka, mirë po puna saj e cila neve sidomos na prek është iniciativet që në ka pas ajo në lidhje me formimin e disa ansambleve muzikore, si për shembull e Sazisos, do më thonë një grup i formum prej muzikantëve të Përmetit. Këtë radhë do të vazhdojmë me një projekt tjetër e cili është gjithashtu iniciative e Editit në bashkëpunim me etnomuzikologën e njoftën, prezantuesen e BBC-s Lucy Duran, gjithashtu edhe producentin Joe Boyd, producentin e Pink Floydave, i cili gjithashtu është pjesë e kësaj ekipe tash. E këtë radhë kemi pas Tirana All Stars. Shkojmë te eventi tjetër, Petrit? Me datën 27. Me datën 27. Gjithashtu një natë shumë e veçantë. Çka bën këtë natë të veçantë është sjellja në Gjakov e diasporës më të vjetër arbrore. Domethënë është fjala për që ideja origjinale ka qenë me sjell një grup të muzikantëve Arvanitas për Greqisë, një grup të arbrezhve të Sicilisë dhe të arbrezhve të Zarës të Kroacisë. Në fakt na I kemi pas që të 3 grupet dhe artistat e sigurum, mirë po këngëtarën Dina Bushić nga Zara, e cila këndon këngë nga arbreshe, e kemi lënë për ditët e shqiptarit, me qenë se ka një prezantim pak ma specifik, e cila merr edhe ma tepër hapësinë, nuk deshte me ngarku natën me 3 koncerte, nuk kishim mujt me shiju, do më thonë në çdo njërin veç e veç. Mirë, po çka është karakteristike? Është për herë të parë në Kosovë po se po, për Shqipni nuk jam I sigurt, po me shumë gjasa që edhe në Shqipni nuk e di që ka pas një grupi cili vjen prej Greqisë edhe prezanton do më thonë këngë arvanitase. Këtë rast, këtë herë faktikisht grupi vjen si një ansambël I formuar prej Aurel Qirios, I cilin e njohim prej Sazisës, violinisti, është përndryshe ekspert I muzikës e Epirit, që përfshin në Shqipninë e Jugut edhe Greqinë Veriore, së Çamërinë që njohim na. Aureli ka jetuar një 15 vjet në Athinë edhe I njeh muzikantat atje shumë mirë. E një skenën në muzikës, jo vetëm muzikës greke, po edhe muzikës arvanite. Kështu që ai na ka sjell një mike të vetën, Eleni Kristu, e cila do të na prezanton për herë të parë këngë arvanitase në Gjakov. Në të njëjtën natë, paralelisht, domethënë në të njëjtën skena do të ndodhet skena e Elenit, gjithashtu do të ndodhet edhe me Ana Stratigon. Ana Stratigo është një këngëtare e cila vjen me një grup grash nga Sicilia, Vugje Grash, kështu quhet grupi, edhe do të prezantojnë këngë arbëreshe nga rajoni Kalabrisë. Gjithashtu e kemi edhe një mysafir tjetër që patjetër duhet me përmend. Këtë herë në panel kemi me pas me datën 27, këtë datën kur mohet koncerti I Elenit edhe I Anës, do të jetë edhe etnomuzikologja më e njoftën në sa I përket muzikës shqiptare, Jane Sugarman, e cila vjen prej New Yorkut,
Ajo veç e ka të botuar një libër në lidhje me muzikën e polifonisë së Prespës, një libër i cili është shkruar diku në vitet e 70-ta. Ka bo një hulumtim ma gjatë se 25 vjeçar, vjen për çdo vjet, prej menjëherë mas përfundimit luftës dhe vazhdon me ardha. Tash është këtu që janë një muaj. Edhe ajo do ta bën një prezantim, do ta kemi një panel me Gjenin, përndryshe Gjeni e flet rrjedhshëm gjuhën shqipe. Edhe kena me mujt edhe me bo një bashkëbisedim me to. Për këtë ata të cilët janë pjesëmarrës, ju kisha preferu mos me mungu për këtë ata që kanë interesim për muzikën shqiptare, me qenë se është një person i cili e njeh në detaje muzikën popullore shqiptare. Edhe me datën 28. Me datën 28 e kemi Krenarinë e Kosovës, ansamblin Shota, e cila ka më na sjell, do më thonë është një ansambël i madh, mos të harrojmë, cilët interpretojnë muzikë popullore shqipe nga të gjitha trevat, po edhe valle shumë të bukura, e ato kemi lënë të kuptohet për datën e madhe, datën 28 nëntor, ndërsa me datën 29 nëntor është po ashtu ansambli shtetëror i muzikës së valleve nga që vjen prej Maqedonisë së Veriut. Mu më duhet pa tjetër me falenderu edhe Ministrinë e Kulturës, edhe Komunën e Gjakovës që i kam besu fondacionit për Gjakovën edhe e kanë mundësu me u realizu gjitha këto evente, që as nuk janë të lehta, por as të lira. Kështu që pavarësisht harmonelës që ka arë, sigurisht si dhurat, prap se prap, janë evente tjera me rëndësi për qytetin që të vogla ndryshe s'do ta kishin këtë jehon. Por mbledhin shqiptara në kënd botës më ardhë me indjek. Mira, afterat ku janë, se këto na interesojnë neve pastaj. Afterat e Bataxojës. Jena të shpërndom në për lokalet e Gjakovës në Qarshi. Një vend specifik kalon nuk e kena vendos me sa di une. Me sa di unë do t'i ndryshojmë lokalet, apo? Po kësa herë i organizojmë edhe aftera. Me muzik, do t'ketë edhe muzik. Tjetër muzik, keqëre, mas një se foja vazhdon deri në orët e hershme të mëngjesit. Mos tom deri në orët e vonat natës. Unë veç i bëj apel gjithë qytetit Gjakovës me i hap dyrt, me i mirëprit të gjithë ata mysafir, me i lon lokalet hapun, gjithsesi se do të kemi mysafir dhe mos me i mbyllën të mbejt.